Nëse e lenin gjyst, nëse i tradhtoni shokt, nëse vriti pa luftu, haram tha gjiu ju qoftë. Ja kena majt fjallën nonës domethënë nga fillimi deri në përfundim të luftës asnjëherë si mi largu. Kurr. Nona me vrasjen e vllaut, ramin e vllaut, asnjë pikë lofti se ka qitë kurr. Shumë kujt i thoi po neve, o birë, me përmend na bislimin e dy që jem të plagasën, tha kjo është marrë për neve para familjes Jashari e para shumë familjeve të Kosovës që kanë dhënë ka 30 antarë. Shkoj shumë ndërkohë në Drenicë, natën, ka pjesa Malishevës ka qenë ma lirë, prindi na ka vdek natë të 6-ën, kurse domethënë babaj, kurse nana ka vdek para dhe vitën 2015, një ka përjetu të gjitha ato. E kam pas nanën, thash vajza Asman Gardallas. Asman Gardalla është njeriu i cili para 70 viteve ka bajt abetaren nga Shqipëria për zhdukjen e analfabetizmit me prindin e Nezhmije Pagarusës. Pagarusë me kravasaria në afër. E kam ende abetaren e cila ka mësu nana ime shkrim lexim. Në shtëpi e kam abetaren. Edhe ka qenë tipike një malsore, një nanë me gjitha tiparet e nanës shqiptare. Unë e vllau ma i vogël edhe erdhëm njëherë nga Drenica, erdhëm në mëngjeseret, po kirrisht kejt balt, laqë, rrugë të këshia, edhe morë tha, Zenel tha, ullu me nanën këto. Ku jini? Tha, ku jini kanë? Thash, nanë të dëshokën këtonë, se fshati është i madhe. Jo bre birë, tha, nuk bënë të kiri, kështu tha të në këtonë, tha, unë e ditë tregom ku jini kanë. Thash, nanë në Drenicë. Tha, pse? Thash, jemi vesh ushtar të oqëkës. Tha, shumë mirë me nanën, po kini kujdes, tha. Zini pritat këto, tha, mos lëvizni shumë rrugëve, tha, me ramin a i prit. Tha, po, pas ki fillu, tha, nëse e lenin gjyst, nëse i tradhtoni shokt, nëse vriti pa luftu, haram tha gjiu ju qoftë. Edhe ja kena majt fjallën nonës domethënë nga fillimi deri në përfundim të luftës asnjëherë si mi largu. Kurr. Nana ka qenë krenare çdo herë. Do të flasim edhe për dëshmorës, se kemi 8 dëshmorë në fshat, por nana me vrasjen e vllaut, ramin e vllaut, asnjë pikë lofti se ka qitë kurr. E ka pas një shprehje, se në 6 vllazë jemi, tash jem 5. Shumë kujt i thoi po neve, o birë, me përmend na bislimin e dy që jem të plagasën, tha kjo është marrë për neve para familjes Jashari e para shumë familjeve të Kosovës që kanë dhënë ka 30 antarë. Kemi qenë me fat, thojke, edhe kam qenë me fat që kam rrit djem për lirit të dheut dhe që spaku një djalë ja kam dhënë kësaj toke. Asnjëherë nuk është likështu, asnjëherë, deri ka shku në të botë.